Këto pamje kur Erion Veliaj arrestohet me urdhër të SPAK shënuan një nga çështjet më të rëndësishme të hetimeve antikorrupsion në Shqipëri në dekadat e fundit. Ky 10 shkurt shënoi fiks një vit nga ky moment, kur kryebashkiaku i Tiranës u mor nga zyra e tij nga zbatuesit e drejtësisë së re dhe u mbyll në qelitë e paraburgimit ku ende mbahet. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi masën e sigurisë arrest me burg, duke argumentuar rrezikun e prishjes së provave dhe ndikimit në hetim. Gjatë muajve në vijim, hetimet e SPAK vijuan me grumbullimin e provave dhe analizimin e transaksioneve financiare, ndërsa Veliaj qëndroi në qendrën e paraburgimit në Durrës. Në korrik të 2025-s, pas rreth 5 muajsh hetimesh, ai u njoftua zyrtarisht për statusin e të pandehurit, me akuza që përfshin korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Por ndërsa ishte në paraburgim, Veliaj nuk hoqi dorë nga skemat për t'ju shmangur e shpëtuar përballjes me drejtësinë. Mbështetësit e tij zbritën në protestë kundër SPAK e GKKO, ndërsa Veliaj sipas hetimeve porositi sulme verbale ndaj prokurorëve që hetuan. SPAK e dorëzoi dosjen e Erion Veliajt në gjykatën e posaçme më 10 shtator 2025, pasi përfundoi hetimet paraprake. Prokuroria e posaçme renditi aty 13 akuza për 5 vepra penale që përfshin korrupsion, shpërdorim detyre, pastrim parash dhe mosdeklarim të ardhurash në bashkëpunim. Më vonë, ju shtua edhe futja e sendeve të ndaluara në paraburgim. Krahas Veliajt nën akuzë u vu edhe bashkëshortja e tij, Ajola Xoxa, dhe 28 biznesmen, politikan, organizata jo qeveritare. Prokuroria pretendoi se përfitimet e dyshuara lidhen me një skem të ndërlikuar financiare, që përfshinte kontrata dhe përfitime të paligjshme nga fondet publike të bashkisë. Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2025 dhe fillimit të vitit 2026, seancat paraprake u zhvilluan në gjykatën e posaçme, ku pati edhe shtyrje të herpashershme për arsye procedurale, përfshirë ndryshime në përfaqësimin ligjor dhe kërkesa të mbrojtjes për shtyrje të seancave. Më 9 shkurt 2026, pas përfundimit të shqyrtimit paraprak, gjykata e posaçme vendosi kalimin e dosjes për gjykim në themel, duke hapur fazën e procesit gjyqësor ndaj Veliajt dhe të pandehurve të tjerë të përfshirë në çështje.